o menu ka thonë, në te është Muhammed e Nisa. Qaq. Balë, qatë dëmë bëmë atë bukën, me thonë që e ki pejgamberi a rejsa të zë. E mbi këtë në themi, ki me pa Allah në zë. Sa ma te për lidhët mendja jote, me premtimin e Allah të barë e këtale. Edhe me kërcënimin e ti se sa humbë nëse nuk e jetëson premtimin, realisht organizimi i brendshëm bëhet pas të i letë. Bëhet pas të i letë. Edhe ti shtëpinë tonë, organizohesh, lehtë ose vështirë, varësisht nga lloji i musafirit që vjen. Jo ndë musafir apo që ujë me uqit është problem. Të lashë, me zibet me shumë shku. Jo ndë musafir që shpirti më udhon do këtë pakat. Apo, dy kjo njerëz, u varet kush po vjen atë. E a ka musafir më të këndshëm për neve, për zemrën tonë se Ramazani? Andaj mos u lani veç ujë me uqit Ramazanit. Apo, o qitni shumë, këtë që keni nga zemra, nga shpirti juaj, për shkak se është një musafir që po vjen veç për të mirën e juaj. Ramazani as nuk shton, as nuk pakson kur që nga vlerë e tij, me ardhën apo me shkruar e tij. Ai vjen e mundson që ne të përfitojmë. Prandaj mundësia përfitimit është nga një zemër e gjallë, nga një zemër e zgjuar, e cila din me i vërtu begatit, din me i analizu dhe me i kuptu mangësit, apo din me i lexu sprovat, din me i lexu gjithashtu edhe mundësi që Allah e ka dhe afate që Allah e ka shtyr. Këtë të i lexon që duhet nga së është e gjallë është aktive. Një zemër e tillë e zgjuar, pastaj Allahi edhe dersi kupton që duhet. Edhe vazhdon tutje me fazën e arshme të rutimin nga sot. Faza e parë zimin. E njëri zgjuar ta do të më ecë me lëviz, këtu e pastaj derse të tjera, qysh lëviz njëri. Mirë, po kushti elementar i çdo lëvizje, i çdo përfitimi është ti je i zgjuar. E një varg udhëzimesh për të qenë i zgjuar, ishin të përvidhat në këtë ligjërate pse ka shumë të tjera. Lutja Allah dhe mënduar që Allah t'i zgjën zemrat tona. Ti shojmë begati, ti lësojmë begati. Ti jemi mirë njerëz dhe Allahut, po pastaj nda njerëzve që janë shkaktarët atyre begative. E Allah na mëson që ti kuptojmë edhe mangësitë e begative si begati. Dhe ti shndrojmë në adhurim ndaj Allahut te barekuhu teala, e çdo afat që Allah na jep, çdo ditë që lind diellin te, ta kuptojmë si një mundësi të madhe që Allah na dha, ndërsa ka pas mundësitë e fundit. Gjumi ka pas mundësitë përfundimit, me që ushqohen sabah është mirësi dhe begati e madhe që kërkon falënderim, posaçëm te Allah dhe shtim në adhurime. E një dinamikë e tij dhe adhurime është e mundshme sinqerisht në këtë muaj të begat të Ramazanit, paqen e Ramazan të lehtë, të qetë rastshëm. Allahu i ruajt vendet tona, e ruajt Allah popullin tonë, nga çdo keqadash, nga çdo i lig, nga çdo dyftësh, nga çdo njeri që nuk na do të mirë. Kushdo që synon familjet tona, fenë tonë, popullin tonë, kombin tonë, me të keqe, Allahu na ruaj nga sherrri i tij. Amin. Allahu na bashkof zemrat nga që është i kënaqur e na mëson të jemi shembull i mirë për të gjithë në ndërtimin e asaj që Allah ka kërkuar me ndërtu edhe me organizu sipas asaj që na ka mësuar Allah dhe pejgamberi sa. Zoti ruaj në kaq që do të Zoti të shpëlbej hoq, Allahu ndaroj. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.